Dikush nga pedagogët që kishte marrë një partitur nga jashtë atjerë, ne merrnim dhe unë e kopjoja gjithë natën me dorë, do me thënë se pse të nesërmen do t'ja jepje mbrapsht mësuesit. Por nuk më ka parë asnjëherë në sken, dhe kjo gjë më ka munguar, të jem shumë e sinqertë, sepse doja që të shikonte atë sakrificën që ajo kishte bërë. Unë kur kam filluar, sinqerisht mbaj mend në liceun artistik, ngriesha në 5 të mëngjesit të hapja shkolla që të zija të pianon, atës klasën me piano, se pianot ishin të pakta, dhe kush zgjoj përpara, që të zinte klasën studionte, mbaj mend në 5 të mëngjesit. Nga njëherë mbylleshin dyert, as roja nuk ishte ardhur, dhe hipnim nga dritarja. Një dy herë kam ngrisur rrobat, kur i thon vetëm për ajo dëshira, por kishte aq pasion jeta. Për mua ishte jashtëzakonisht e rëndësishme arti, studimet për cilat po bëja. E te liceu, po flet për fakultet? Jemi të folur për akademi të arteve, Jo, është shkollë e mesme, liceu artistik. Shkollë e mesme. Nuk ishin partitura, unë kam bërë vetëm vitin e parë, pa mbaruar vitin e parë në Akademinë e Arteve, që sot mund të themi fakulteti muzikës, dhe nuk ishin partitura, do me thënë literatura ishte pothuajse inekzistente. Edhe çdo gjë, nëse dikush nga pedagogët që kishte marrë një partitur nga jashtë atjerë, ne merrnim dhe unë e kopjoja gjithë natën me dorë, do me thënë se pse të nesërmen do t'ja jepje mbrapsht mësuesit. Dhe jo vetëm aq, por edhe iknin dritat, edhe kam kopjuar me qiri. Jemi të folë 92-shin, 91-shin, 92-shin, 93-shin, por ishte dëshira kaq e madhe. Një është dëshira, një është aspekti ekonomik që s'kam pas, që s'keni pas instrumente, varfëri e madhe në Shqipëri. Ana tjetër, megjithatë, profesionin tonë është ana sociale që ti nuk vjen për familjes ku babe babgjësht kanë dëgju muzikë. Absolutisht. Si Inva Mula, për shembull. Do me thonë, ti vjen prej jashtë Tiranës, sa ke pas rezistencë nga një paragjykim që është në botën e artit, që fëmijët e artistave bën artista. Në disa momente e kam pasur, të jem shumë e sinqertë, sidomos kur baba im çonte për audicione, më ka çuar 1-2-3 vende, do me thënë që të merrte një mendim, do me thënë është vajza ime për këngëtare, për të vazhduar shkollën, dhe në 2-3 këto momente kanë thënë që as në korë nuk do futet, o thjesht në korë, se nuk e ka të talentin, se unë isha edhe shumë e mbyllur, vetëm studioja, nga që ndoshta, ti themi gjëra troç, nuk isha ato fustanet e bukura, nuk isha disa gjëra të jashtme, kur i thonë ana, jashtme. Baba çka ka punu që po thuj? Babi ka qenë oficer, mami ka qenë, mami në fund pastaj u bë ndërti në shtëpi sepse me 5 fëmijë, do me thënë pati kujdes për shtëpiake në shtëpi, edhe pse ka studiuar dhe ajo, por 5 fëmijë në Shqipëri nuk është pak. Edhe kur s'ka po t'u knu nona? Mami nuk më ka parë, edhe pse mami këndonte këngë popullore gjithmonë, se dinte nga Vlora, por nuk më ka parë asnjëherë në sken, dhe kjo gjë më ka munguar, të jem shumë e sinqertë, sepse doja që të shikonte atë sakrificën që ajo kishte bërë, babai im, po familja ime, që kishin bërë për të mbështetur njëri tjetrin, për të mbështetur fëmijët, sepse paragjykime vetëm nga familja s'kam pasur, i kam pasur aq mbështetje. Por ka qenë një luftë e madhe me paragjykimet rreth e rrotull, dhe kur arrita, kur i thonë më në fund se ai tregimi mund të jetë shumë i gjatë, arrita që unë gjita në sken, doja ta kisha mamin aty, sepse më mungonte, por vetëm babi ka qenë, edhe nuk e di ndoshta mami, sepse mami ka dashur të bëjë këngëtare vetë, nuk arriti dot.